Ushqimet të cilat na mundsojnë që ne me humb peshë janë eliminimi i këtyre ushqimeve. Sheqeri dhe bardhë për arsye se ai ka mundësi me na shtu përqindje e yndyrës edhe peshën. Pastaj, pijet e gazuara. Të gjitha pijet e gazuara për arsye se përbajnë edhe shtesa, por përbajnë shumë sasi të mëdha të sheqernave. Pastaj vin pjesa e bukës, edhe të gjitha përballjet tjera me miell. Për arsye se një sasi e madhe është e amidonit në këto ushqime. Po ashtu edhe ushqime tjera të cilat kanë shtesa të karbohidrateve e të cilat na i mundsojnë që trupi jon të shtojë peshë. Po, në qendrën tonë ekziston një program i cili mundson 3 shtylla. Shtylla e parë është aktivitete fizike të cilat janë inovative e të cilat janë të personalizuara. Kjo është një e treta. Një e treta është ushqimet të cilat bëhen një program me 2 racione, ose edhe te programet e shtimit peshit bëhen edhe më shumë. Mirë po, momenti kur më rrihet caku, bëhen një program me 2 racione të cilat i inkorporon pjatën ushqyese, ku hyn edhe mishrat, pjesa proteinike, hyn pjesa e kokrave, pjesa e perime dhe fruta, po ashtu edhe një pjesë e veçantë që është e produkteve të qumshtit, ku hyn kosi, kefiri, djathë e shumë elemente tjera. Të gjitha këto rezultojnë me një pjatë madhe e cila do të na mundsoj ushqyeshmërinë, po njëkohësisht ose të humbi peshë ose të rezultojë me një person sportiv. Edhe një e treta është pjesa e informatë shkencore ose mbështetjes tonë që në ndryshimet në nivelin e qelizës për arsye se kjo është në bazë shkencore. Ekspertë ndryshëm botëror e kanë dhënë këtë informatë të cilën ne e interpretojmë. Shënjestër.net